Partia e Lirisë dënon me forcë procesin gjyqësor politik në kuadër të së ashtu quajturës çështje Partizani, një farsë e turpshme dhe shembull tipik i kapjes përfyti të drejtësisë nga regjimi autokratik dhe i korruptuar i Ramadurës. Nëse s'pak, do të ishte vërtet i shqetësuar për të hetuar në themel çështjen Partizani, i pari dhe i vetmi njeri që ka firmosur e zeza mbi të bardhë tjetërsimin e terrenit të klubit sportiv Partizani dhe që do të duhej të ishte marrë prekosh i pandehur është Edi Rama. Por ky fakt afërmendsh nuk vlerësohet nga prokuroria politike e Edi Ramës, që belbezon dhe nuk guxon të nisë hetimet dhe as të marrë të pandehur krye narkomanin e kapur në flagrancë si në qindra afera të përbindshme korruptive me firmën dhe me vullën e vet Edi Ramës.